Në mes të dimrit, mes varfërisë ekstreme dhe pasojave të përmbytjes së shtëpisë, familja Refati po mbijeton në kushte që nuk i meriton askush. Kjo familje ardhur në fshatin Mbrostar të Bashkisë Fier me shpresën për një jetë më të mirë nga fshatrat e Kukësit, sot ndodhet e braktisur plotësisht nga shteti dhe e lënë në mëshirë të fatit. Vdekja e kryefamiljarit 2 muaj më parë i ka thelluar dhe më tej problemet ekonomike, sociale dhe njerëzore. Një nënë e vetme, fëmijë të pambrojtur dhe një shtëpi e vogël e përmbytur që nuk ofron as siguri, as dinjitet njerëzor dhe ky fakt nuk është thjesht një rast varfërie, por është një alarm social. Heshtja institucionale është po aq e rëndë sa kushtet në të cilat jeton kjo familje. Kryefamiljarja e cila në pamundësi ekonomike, pasi është pa punë, por edhe pas një ndihmë nga pushteti lokal, s'ka asnjë të ardhur për të rritur të 2 fëmijët e saj. Kemi ardhur nga Kuksi këtu për një jetë më të mirë, po jemi të braktisur tërë. Këtu s'ka vënë një herë shteti dorë në familjen time asnjëherë. Sikur kisha pak shortin gjallë, edhe tani s'ko pas asnjë lloj ndihme. Na shteti. Ato mbush rrugën, unë mbush shoporrin. Tani më ka vajtur edhe portën e keni pa vetë të gjithë. Nuk kam me ku të shkoj, vetëm një dua ndihmë nga shteti të mendoj për mua, për fëmijët e mi. Kem edhe unë një stërhin, ja dhe shtëpia po pikon gjithë tani. Dje, kur ashi u, kemi ikur, edhe mbrëm ka qenë shtëpia e mbyt me komplet, sot jam thyrë në shtëpi, edhe piqojna për vend e kemi hequr ujë, se jemi të mbytur të gjithë. Tani pi rregulloj qisi piqojna për vend. Unë brakshorti më ka ndruar dhe jetë, dhe janë një nen me 2 fëmijë të vegjël. E pa punja, pa shtëpia. Çdo ndihmë, sado e vogël, është një dorë shprese për këtë familje, që sot ka nevojë më shumë se kurrë për humanizëm, mbështetje dhe solidaritet, është shprehur nëna e kryefamiljares e ardhur nga zonat e thella të Kukësit për të qëndruar pranë vajzës dhe 2 fëmijëve të saj në këto ditë të vështira. Pushke. Më sa ket në ujë na më. Çu dvën ket. Ket bëjmë na ha ku roj. Tira për të tjetëm këto, na. Ket si e na shumë. Ujë për vend, shivi për bërë për një majë na ket, çullë për mëjtën, gjithë bëjmë na, ha, ku të shket. Nga keni ardhë? Ka Kuksi. I kërkojnë ndihmë urgjente Bashkisë Fier, institucioneve shtetërore, organizatave humanitare, biznesit dhe çdo qytetar me ndjeshmëri njerëzore, janë shprehur shumë Rafati dhe nëna e saj Sabrie Manaj, sipas të cilës çdo ndihmë, sado e vogël, është një dorë shprese për këtë familje që sot ka nevojë më shumë se kurrë për ndihmë dhe mbështetje. Kjo është një tragjedi institucionale, sepse shteti ka qenë i informuar, bashkia ka qenë në dieni, gjithashtu dhe strukturat sociale që ekzistojnë vetëm në letra. Pushteti lokal flet shumë dhe bën propagandë sa i mbështet familjet në nevojë, por kur vjen puna për të vepruar, siç është dhe rasti i familjes Refati, shteti nuk shkon. Ai nuk shkon tek dera e kryefamiljares Refati, nuk shkon tek fëmijët që flenë në lagështi, nuk shkon tek një shtëpi që është bërë rrezik për jetën. Çdo ditë pa reagim është thjesht një vendim i heshtur i Bashkisë Fier për të lënë familjen Refati të përballet e vetme me mjerimin. Ajo nëpërmjet televizionit Apollon nuk kërkon luks, por një streh, ushqim, ngrohje dhe dinjitet, gjëra të cilat janë elementare që shteti e ka detyrim ligjor dhe moral t'i garantojë.